Mjetet e vogla lundruese si dhe ato të peshkimi nuk do të lejohet të dalin më në det duke nisur nga ora 23 e ditës së diel, teksa pezullimi lundrimi detar do të vijojë deri në orën 8 të mëngjesit të ditës së mërkur. Shkak është bërë era e fortë bregdetare, e cila shkakton jo vetëm brenda gjirit të Vlorës, por edhe në det të hapur dallg me lartësi të konsiderueshme, duke bërë të pamundur lundrimin e këtyre mjeteve. Kapiteneria e portit detar të Vlorës ka pezulluar lundrimin detar për të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit, të cilat operojnë brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës. Për 3 ditë me radhë, lundrimi do të jetë i pezulluar ku shkak është bërë era e fortë bregdetare. Era në Vlorë këtë të hënë fryn me drejtim jug-juglindje, me shpejtësi brenda gjirit të Vlorës 15 metër për sekond, ndërsa jashtë gjirit 20 metër për sekond. Për shkak të erës së fortë në gjijë shkaktohen dallg të larta deri në 1.5 metra, ndërsa në det të hapur dallg deri në 2.5 metra të larta, duke e bërë të pamundur lundrimin e këtyre mjeteve detare. Kapiteneria e Vlorës ndërkohë apelon të gjithë drejtuesit e mjeteve lundruese dhe atyre të peshkimit të zbatojnë këto rregulla dhe të mos dalin në det. Sipas njoftimit, thuhet se të gjithë drejtuesit e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit që operojnë brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës të marrin në konsiderat kushtet hidrometeorologjike detare dhe marrjen e masave për sigurimin e tyre. Ndërkohë mëngjesin e sotëm administratorët e varkave të peshkimit dhe atyre lundruese i kanë lidhur këto të fundit në Bregdet për t'i siguruar që të shmangen përplasjet e tyre, duke shkaktuar dëme materiale. Tragetet e linjës do të vazhdojnë lundrimin në normalitet të plot. Përgjatë këtyre datave, në bazë të situatës hidrometeorologjike, pritet që mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit të dalin në det pas orës 8 të ditës së mërkur, kohë kur do të kemi dhe përmirësim të kushteve të motit.